Një teori e re ka dalë në rrjetet sociale për ata që komentojnë çdo gjë dhe japin mend për çdo situatë. E fundit ka të bëjë me sigurisht me dy personazhet që komentojnë më së shumti nga unë. Për Eglin, paraqitja e saj e fundit në kanape sigurisht u komentua dhe u pa me lup. Po ashtu me lup u pa edhe ndryshimi që ajo ka pësuar në trup. E pyet edhe live në intervistë, ajo tha që ka marrë disa kile, kjo për shkak të një regjimi apo më saktë të një jetese që po e bën tani më në Kosovë, ku ushqimet janë të bollshme, por kishte edhe komente dashakeqëse, por edhe le të themi thumbuese që Egli ka bërë joksin kjo për të pëlqyer gjestit, pasi të gjithë kanë risjell në kujtim situatën le të themi që patën të dy në Big Brother, një situatë e cila nxiti edhe debate asaj kohe ku gjesti i kritikoi pjesën e gjoksit Egli duke i thënë që ti s'ke sigurisht u bë një temë diskutimi edhe në primet e asaj kohe të Big Brotherit. Por në vend që të hedhin vrerë apo le të themi të shpifin apo të abuzojnë në mënyrë kaq të frikshme për të marrë paksa klikime apo për të njollosur një figurë që për mua tani më ka zgjedhur një rrugtim të mirë ku nuk reagon paksa dhe i ka qëllimet dhe synimet e qarta. Padyshim që trupi i njeriu ndryshon, por edhe mund të bëjë ndërhyrje, por kjo s'do të thotë që ndërhyrjet që ne i bëjmë për të bërë dikë të lumtur apo jo. Si në rastin konkret, siç po flitet që Egli pas ka bërë ndërhyrjen e gjoks për të bërë të lumtur gjestin. Marrëzira të tilla çdo ditë më shumë ne po dëgjojmë në rrjetet sociale që nuk ka një fre dhe nuk ka një frenim dhe duhet që një herë mirë të ketë një zbutje apo të ketë dhe një largim në këto lloj diskutimesh apo në këto lloj komentesh që bëhen që për hir të drejtës janë paragjykuese, janë nënçmuese, por hera herës janë dhe sikur tallen me të tilla ngjarje. Nga ana tjetër, ajo që do komentoj është edhe drama e re që ka lindur midis Dalina Buzit dhe Loredanës. Padyshim, unë e kam thënë dhe do ta them që Loredana do të mbetet një nga personazhet më unik të Big Brother, Albania VIP 4, që padyshim emri i saj nuk do të harrohet, por në një intervistë që Dalina kishte në podcastin e saj, u shpreh ajo e Jozit. Ndodh her pas here që ne mund të harrojmë emrin e një personazhi, por gabimi është që ta lidhim me dikë tjetër në një kohë kur Dalina është ajo e para që ka folur për pavarësinë apo edhe për fuqizimin e gruas dhe ta lidhja atë me dikë tjetër në një kohë që ata nuk janë më bashkë, pra Loredana dhe Jozi, është paksa në kontradikt me qasjen që Dalina ka pasur këto vitet e fundit për të fuqizuar apo edhe për t'i dhënë fuqi gruas, siç ka bërë me projektet e saja, siç bën dhe me Anabelin, ku shumicën e stafit të saj i ka gra dhe vajza. Dhe emërtimi i Loredanës si ajo e Jozit padyshim nuk i tingulloi dhe nuk e erdhi mirë Loredanës, e cila në një shpjegim të gjatë dhe me të drejtë tregoi që ishte Anabel që ka përfituar nga ajo duke bërë artikull pafund, e në vend të një ndjese nga ana e saj, Dalina bërë një monolog të gjatë duke kujtuar edhe duke treguar historinë edhe duke i bërë lavde vetes, që për mua mund ta kishte mbyllur me një ndjesë apo dhe mund ta bënte kat, po të donte, pasi nuk është një transmetim live, por është me montim. Por me sa duket, në vetdijen apo në konsciencën e saj, kjo situatë ka kaluar, por është paksa e vrazhtë dhe nuk është e bukur që të mbaj mend apo t'i etiketojmë personazhe me emrin e dikujt apo si përkatësi. Unë e thash dhe do ta them dhe të gjithë kemi thënë që Loredana ka treguar dhe ka qenë në Big Brother një faktor ndryshe, unikal me batuta dhe një meme e cila ka fuqizuar rrjetet sociale dhe ka ushqyer ato për 4 muaj për sa kohë ka qenë në Big Brother. Nga ana tjetër, po nga Big Brotheri, sërish lajmet nuk mungojnë, por këtë herë përfituesin e edicionit të Big Brother Albania VIP 2. Luiz Edhi her pas here komenton dhe si gjeton të gjitha lajmet që bën kundër tij dhe Kiarës, e së fundmi ishte ajo e ndarjes,
që pas daljes nga Big Brother u bën vite tani më që ende shkruhet që ata nuk janë bashkë, që ata kanë një martesë të sforcuar apo janë ndarë. E Luizi nuk i lë mangut, kunjat dhe ironizimet në rrjetet sociale, siç ishte ai i fundit ku kishte dalë në një darkë me Kiarën e duke thënë po qëndrojmë bashkë për hir apo me zor. Sigurisht ata janë dhe do të mbeten çifti më i bukur që ka parë ndonjëherë historia e Big Brotherit, çifti më real, çifti i cili janë edhe sot bashkë duke shijuar dashurinë e tyre përpos gojeve të ligave apo dhe komenteve që duan të njollosin të dy ata. E si fund, dua të sugjeroj të dëgjoni këngën e Tajnës Ujë, një krijim magjik, një këngë që të bën për vete, një këngë verore e cila nuk ka nevojë të bëhet remix, pasi vetë remixi është brenda kësaj kënge e cila është krijuar me detaje dhe me mjeshtëri nga Tajna dhe nga bashkëpunëtorët e saj. Një videoklip i bukur, një videoklip që tregon edhe një herë tjetër pasuritë natyrore që ka Shqipëria, detet e bardha. Edhe një herë tjetër tregon pasuritë natyrore që ka Shqipëria, detin e mrekullueshëm, apo dhe një lloj shkretëtire e cila tregonte Tajnën një lloj akrepi, një këngë e cila tani më ka marrë vëmendje dhe po pëlqet tej mase.